zbuloj edhe talentet e... Teatri Anton Zako Çajupi në Korçë u shndërrua në një hapësirë intime emocionesh, reflektimi dhe kujtime gjatë aktivitetit Zërat e Artit, një karavan nëpër Shqipëri. Mbrëmja e titulluar 7 zëra solli përpara publikut 7 figura të njohura të artit dhe kulturës shqiptare, si Josif Minga, Zamira Kita, Koço Qëndro e të tjerë, të cilët ndanë histori personale që rrallëherë janë dëgjuar në skenë. Na kanë ndërtuar një lloj talenti, ne atë duhet ta vëmë në shërbim të njerëzve. Organizatorja Sabina Kodra theksoi se qëllimi kryesor i këtij formati është të krijojë një raport të ri me publikun, larg rolit klasik të artistit në skenë e më afër figurës njerëzore me histori të thjeshta, por thellësisht frymëzuese. Arti gjithmonë edhe më shumë për humbet atë vlerën dhe dimensionin e madh që ka. Menduam të ndërtojmë këtë karavan i cili do eci nëpër Shqipëri dhe do shkojë edhe nëpër qytete të tjera, shumë shpejt do shkojë edhe në Shkodër, dhe neve duam të flasim për atë vlerë njerëzore të artit e cila duket sikur tashmë është kthyer thjesht në një lojë TikToku, por arti i vërtet ka shumë shtresa dhe këto qytete e mbartin me vete dhe neve donim ta sillnim tek publiku. Një vëmendje të veçantë morën rrëfimet e Yllit Treqës, Josif Mingës dhe Llazi Balashit, të cilët sollën në skenë copëza nga jeta e tyre, ndërsa theksuan se Korça mbetet një nga qytetet më të pasura me trashëgimi artistike dhe kulturore. Në tërë lagjet e Korçës ka njerëz me personalitet. Dhe kjo mbetet si detyrë që banorët e tyre t'i zbulojnë një nga një. Jo vetëm, siç e thash, jo vetëm në art. Publiku korçar ka qenë pedagogu i parë për çdo këngëtar. 7 zëra solli një tjetër mënyrë për të përjetuar artin nëpërmjet interpretimit përmes fjalës drejt për drejt dhe lidhjes së ngushtë me publikun. Ne kam dhënë mesazhin e fundit se arti nuk vdes kurrë, ai trashëgohet pesë pas pesi.